Them një natë mjafton me ra për shembull me flet pa i pastru dhëmt edhe mundet me nis një histori mandej një kapitull i ri për prishën. Vjen deri te karijesi. Po na shkojmë me atë pjesën ku tash që fillon gjithmonë me daljen e dhëmbit të parë tek fëmijët, pastaj se ajo shprehja e krijuar nga fillimi, ajo ka me të përcjell mandej të njëjtën. Si fëmin nëse fillon me i pastru dhëmt. Po, edhe pse një ndjenjë të cilën fëmijët definitivisht nuk e duan, edhe kur mësohen herët, nuk e duan, pritojnë me bërë pastrimin e dhëmbëve. Pikërisht, prandaj roli ky është tek prindrit, po pastaj edhe vet është mirë gjithmonë me i pastru, zakonisht në aspektin ton profesional, ne gjithmonë i themi pacientave se është mirë t'i lajnë dhëmbët 2 herë në ditë, për shembull në mëngjes, dhe sidomos kryesorja që unë e them gjithmonë para xhumit. Para se apo pas ushqimit, po. Është më mirë ajo gjë për shkak se ato mbetjet, ato fermentohen më pas. Gjatë natës për shembull po shumica pacientave ose flen me gojë hapur ose nëse flen me gojë mbyllur pshtyma, domethënë bie niveli i pshtymës, bakteri shumë më shumë shpejtësi të bëtarja e gojës apo? Pikërisht, edhe mjafton ato një ushqim ose një diçka që ka mbet nga sheqerna, për shembull ato bakteret lirojnë acide, që çaj acid ka më shkaktuar ndaj një prishje të dhomit ku gjithmonë është një vend predileksionues për bakteret, mandej që ka më mbet ajo. Dhe aty fillon hapi i parë është aty i prishjes së dhëmbit. Pikërisht, mjafton nganjëherë them një natë mjafton me ra për shembull me flet pa i pastru dhëmt, edhe mundet me nis një histori mandej një kapitull i ri për prishën. Vjen deri te karijesi dhe vazhdo tutje. Patjetër tani çaj përket këtyre karijesave këtyre xhanave, karijesi për shembull është një problem multifaktor, nuk është për shembull vetëm gjithmonë nga ushqimi. Nganjëherë edhe nga një lëndim ose diçka mund me fillu një prishje e re, një krisje, një diçka që për shembull është